Ushtar pa du më bë ku të rritna. Hajtë bëna na Shqipunjen që të? Që? E kush është kë? Ademi Ashari. Qa është Ademi Ashari edhe njëherë? Ero. Me folë sinqerisht, si e re edhe unë kom pas shumë dëshirë të jem një ndër ushtarët e Kosovës. Unë sinqerisht emocionohuna kur e shoh këto, me kaq shumë dashuri për vendin, me duket si jam unë e vogël. Ushtar që e sheh me uniformë ka qef me përshëndet. E përshëndet, Me përshëndet, si policin, si ushtarin, ka qef me përshëndet, ka qef më nal, me bë foto me ta, shumë i interesojnë, shumë i pëlqejnë. Miqtë mi dashur përshëndetje prej me e Lauretës. Na sot kemi arë me taku një vajzë 5 vjeçare, e cila është shumë e talentuar në vallëzim edhe në këndim, është shumë patriote. Për ma shumë kena me folë bashkë me mamin e saj Edonën, edhe kena me këshyrë që ka me na tregua se a e vogël, edhe çka din me bë. Përshëndetje Edona. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm. Si je, ç'është po kalën? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Ç'është po ecin ditët tua, ç'është po mirë, si një nanë me 2 fëmijë, shumë mirë. Ti je prindi i Asjes. Edhe apo na fol pak më shumë për Asjen. Kur ka fillu Asja me shpreh interesimin e saj për çështjet kombëtare? Kur e ke pati? Për Asjen më thonë se çish në moshën thuajse 2 vjeçare, ka shpreh një talent jashtëzakonshëm për vallëzim. Okej. Tani filloi domethënë me fol edhe mirë, interesojshën edhe këngë, me kënu këngë sidomos patriotike. Edhe historia sidomos e Ademi Asharit i pëlqen shumë, mja përsërit, disa herë në ditë ka dëshirë me dëgju edhe në atë mënyrën të mundona mja shpjegu që kjo për me kuptu, po kjo ka moshën shumë të vogël njëherë për njëherë. Edhe ja tregon ç'a mundet me kuptu kjo. E do me thonë kjo prej moshës 2 vjeçare, ka shprej interesim të jashtëzakonshëm për vallëzim. Për vallëzim, do me thonë për vallëzime, për vollën e rrugës, për apo Asja. E qysh e ke po ti se po besoj krejt kjo dashni që kjo ka për me ditë pak ma shumë për vendin, për historinë të kaluar, për luftën, për Ademi Asharin. Qysh ka fillu? A i kënë qëndru ti gati me a? Gjithmonë. Ke dasht me a? Gjithmonë që kom dash që kjo me ditë pak ma shumë për vendin, për të kaluarën tonë, për historinë tonë, sepse edhe mu më pëlqen historia, edhe në kështu më radhë. E ti, çfarë profesioni ki, çka ke studiu? Për ndryshe kam përfunduar fakultetin e edukimit, diga histori edukacionale, për kjo lidhet me gjitha me histori të kaluar të shqiptarëve, sidomos të Kosovës kjo fundit, për këta i flas edhe në shumë Asjes, edhe shoh që ka një interes të jashtëzakonshëm. Sa shumë interesante dhe shumë ndjenje mirë me pa që një fëmijë kaq i vogël shpreh interesin për të kaluar në vendin. Po, shumë. Edhe patjetër që është merit edhe juja si prindër. Edhe ti vetë domethënë si e diplomuar në histori, ke dasht me i qëndru afër edhe me ja. Gjithmonë i flas për historinë, sidomos edhe për muzikën patriotike, shqiptare, se kjo fëmijë, çdo muzikë ndoshta ka dëshirë me vallëzu, si ritme, po ne gjithmonë fokusohen atë vallja popullore. Gjithmonë. Në cilën klasë është Asja? Asja është parashkollore. Parashkollor, po me nota, qysh është Asja njëherë? Njëherë për njëherë nuk ka nota, sa është shumë e vogël, ka fillu dë shkruan jam i shkru, dë numra, dë vjersha, edhe ka një interesim të jashtëzakonshëm për shkollën, edhe është një fëmijë që nuk priton hiç me shkollë. S'priton hiç me shkollë. Se ka fëmijë që çajin, e çojnë prindët të qëndrojnë me ta, kjo me kon ta çajsh të shkolla se ka problem. E qysh o bo Asja kështu, se shumë interesant është një fëmijë, unë e fola pak edhe më herët me ta, shumë një fëmijë pavarur që e dën shkollën, e dën atë dhejun, është shumë patriote, i dën këngë patriotike, vallëzon me volle trugove se krejt tu. Përgjithësi vallet popullore i kanë qef, këngë patriotike, sidomos për Ademi Asharin, shumë i kanë qef, mundohet me i kënu në atë mënyrën e vet. E mu për më bëm përshtypje që më thema herët i intereson shumë historia Ademi Asharit. Pse i intereson? Nuk e di, ngjarjet që i ka pa kja, ka desh me ditë se qysh o vraje, pse e ka vraje, kush e ka vraje, ta është çdo ushtar që e sheh me uniformë ka qef me përshëndet. E përshëndet, me përshëndet, si policin, si ushtarin, ka qef me përshëndet, ka qef më nal me bë foto me ta,
shumë i interesojnë, shumë i pëlqejnë, pse është fëmijë, a din mundet me pas frikë, po jo, kjo të kundërtën. Kundër edhe po më vjen mirë, sidomos ti më the më herët që me alshu emisionin e Besarta Jasharit që ka shpjegu. Po qatë historinë interesa shumë, se qysh e spjegon ajo, dhe më thonë, detajisht, me normal gjener, se këtë ka qef me i ditë. E do me thonë mu po më bën shumë përshtypje se fëmija në ditë sodit, sidomos në këtë gjenerata e re po rriten me këngë anglisht e kështu Dhe me këngë ritmike E kjo do me thonë me këngë patriotike. Gjithsesi, gjithë do t'i flasë për historinë, edhe do t'a shoqëroj me muzikë patriotike, mos me dal nga ajo si të fëmijë që i interesojnë muzikat e tjera. E shumë interesant kjo se më the edhe më herët që kësoj nuk ki nevoj me aqo asë qingjën e vogël, asë emisione për fëmijë, kjo ko qef, nalet e ngënë, do më thonë Besarta Jasharin. Besarta Jasharin, këngë të mora fjallet, që si këngë. Do më thonë, kjo edhe shoqet, ko qef mi pas si unë e ti të mdhaja, jo të shoqet e vogla nuk i interesojnë shumë. E pse? Pse do më thoj duken ma interesant? Po dhe me njerës mdhaj, ko qef mu shoqërë gjithmonë. E kjo është edhe shumë gjeni. Do më thonë shumë mati ka fillu me shkru, me full, normal. Me t'i bëhet pyetjet që t'i ban kjo, më ka njerë unë nona dhe e shikoja, është kjo. E qysh një është ti si nonë? Po, fillimisht tash shumë po e pres të isa të rritet, është të ardhme në saj, të isha sukseset e saj, gjithsesi të të njina shumë mirë. Një është pa tjetër shumë krenare, se është shumë e vogël edhe përkundër moshës, përkundër fakti që është veç 5 vjeçare, do më thë ka interes edhe është fëmijë gjeni edhe në shkollë edhe... Ti po më thu që ti bën pyetje që një rritur në ashtas ti kish bë. Çfarë pyetje ta ka bë që të kalo pa fjalë? Po tash për momentin nuk po më kujtohet, po qështu? Për jetë, për jetën, për familjen, për gjithësi, për nonën, për babën, pse ti ke ardhur shembull këtu, ti e ke nonën të dajt, edhe pyetje që kjo si fëmijë nuk mundet mi kuptu akoma. Edhe do me thonë të bën pyetje shumë interesante, Asja. Cila është kënga e preferuar me Asja, ose pe pysëm Asjen më mirë. Si e Asja, ç'sh je? Mirë. Ç'sh po kalon? Mirë apo kalon? Sa vjeç je Asja? 5. 5 vjet. Ç'sh quhesh? Emrin edhe mbi emrin? Emrin e mbi emrin, emrin e kam Asja, e mbi emrin Demaj Asja. Demaj Asja. Edhe Asja po na kallzon pak më shumë, cila është kënga jote e preferuar? Me cilën muzikë ti ke qef me kthye, me kënue me? Me kënu kam qef këto bre mora fjallë. S'po të kujtohet që ta është edhe mora fjallë, do më thonë e din. E pse të pëlqen me ngu mora fjallë? Më pëlqen se muzika e Adem Jasharit. E Adem Jasharit. E kush është Adem Jashari për Asjen? Është hero. Hero është. E qa ka bo Adem Jashari? E ka mbrojt Kosovën. Bravo, e ka mbrojt Kosovën. Edhe ti do më thonë të intereson shumë me ditë, pak ma shumë për historinë, për venin, për Adem Jasharin. Apo, e qa ko qef Asja më bukur të rritet? Ushtar. Ushtore? E pse ki qef më bo ushtore? Se ushtore e mbron venin e veta. Po e mbron venin e vetë. E qatë ka thonë mami kur i ke thonë po dukur të rrit na më bo ushtore, atë ka thonë po e jo? Po. Po, atë kam bështet. E ty qatë pëlqen me bo? Të pëlqen me shku në shkollë? Rethiri shoqet e mija. Shoqet e tua, sa shoqe i ki? Plot ki shoqa? Po. Cila o shoqa ju të ngusht? Buna. Buna? E pse ki bunën shoqet ngusht, a e dën shumë, a? Shumë. E pse e dën bunën? Shumë. A është e mirë buna? Po e mirë. E mirë është buna. E mësusja? Adem qështë e ka emrin? Qysh? Rinit. Rinit e ka mësusja emrin, a? Apo sillet mirë me juve? Po. Po, e dën ti shumë, a? Po. E kur e ka Asja pushim, a mërzitësh që s'ki me shku në shkollë? Po. Të pëlqen shumë me shku në shkollë? Po, edhe nëse jem të dojtë mërzit
se kum po kur ato shpijen, mërzit na shumë për Bobin. Mërzitë shumë për Bobin kur vjen të dojt, a? Po. E Bobi, a shokët i ngusht Bobi? Po Bobi jem është edhe mësus. Mësus, edhe mësus ti, edhe mami mësus, edhe Bobi mësus, a? Apo të ngujnë Bobi e mami? Po, E motër a ki ose vlo? motor. Motër, e kini motër, që ka emrin motra? Alaksa. Alaksa, e a dën shumë Alaksën? Shumë, edhe mbroj. E mbrojnë, a kujdesesh ti për to, sa vjeti ka as? Një vit. Një vit. E ti do me thonë kujdesesh për motrën. Po. E do me thonë ti the që kujdesesh shumë edhe për motrën. Po e du shumë motrën teme. E dën shumë motrën tone. Edhe kujdesesh për to, i ndihmon mamit. I ndihmoj mamin shumë e këto Alakse motrën teme shumë e mbroj. E mbrojnë shumë. Moj ti ka që vogël ma mirë se one po fol? A po fol ma mirë se one? Po, Po, mashallah, te për mirë po flet. Asja do me thonë, unë e di që i ndihmon mamit edhe në punë të shtëpisë. edhe të shpia një moj e këtë, edhe të dojtë. Edhe të dojt edhe të shtëpia jote do me thonë punante. E Po. qa punante? Qa i ndihmon mamit? E një maj me shtru teshat, me ikë teshat, e një maj me amoj Cuclën motrës. po. E li mame, une Unë i kom pa do video që ti ndihmon mamit me pastru, me fshije. Me hekurus, kejti bën ti e ka që vogëla. po. Edhe në shkollë je suksesshme, ti ecë mirë edhe shkollë. Edhe ma ka, kem subsja, ma ka qitë një pes që të Një ndorë. pesë ato, po ti a kimi bo krejt pesë? Krejt pesë, a kime mësu shumë? Shumë mirë. Shumë mirë kime mësu. E cila lon të pëlqen shkollë, ma shumë matematika, gjuhë shqipja, cila a me vizatua? Me vizatu. Me vizatu të pëlqen shumë. Ti do me thonë, edhe artista, Po. e qa do mu bo kur të rritësh? Krejt do mi bo? Ushtar pa du më bë ku të rritna. Ushtore po do mu bo, po ti ki talent edhe me valzu edhe me knu. Krejt kimi bo, Po. bravo. E qa po më thuti mu Asja diçka? A ki diçka për me thonë për qikat e vogla si ti që e shojnë këtë video? Qa i kishe thonë? A i kishe thonë me mësu, me Puna. qikave të vogla, shoqeve tua? Po, kam e tho, te e mirë, i shosja jeme je, edhe du shumë. Shoqes tonë e bunës, pito këto. Bravo. E do me thonë ti kalon shumë mirë edhe në shkollë. Po, E qysh kalove këto ditë pushimit e dojtë? mirë kum kalu. Mirë ke kalua. E tash t'ja kime na valzu, pak me na tregu qëfar talenti kime me valzu. Po, Hajde po këshyrëm edhe po valzojnë. Asja, do me thonë tash i vish edhe tishat e ushtrisë. po tash, mami këtu mi ka bli për ditëlindje. Për ditëlindje ti ka bë dhurata, Po. edhe qifte lin këto. Po, edhe këto ma ka bli. E kush është kë? Adem Jashari. Adem Jashari. Kalzeja kamerës, qërë, Adem Jashari. Qa është Adem Jashari edhe njëherë? Ero. Hero, bravo. Qëre moj ti sa e mirë 5 vjetë dhe ka që shumë e dënë do me thonë venin tënë. Edhe të pëlqen qka the që ki qep më po kur të rritesh? Se që të tesha, kam Si që të qef. tisha ki Po. qep më po kur të rritesha, ushtore ki qep më boa. Po, Shumë ki qep më bo ushtore me i shërby edhe me i ndimu venit tëna. E kur e ke kuptu që ti që ki qef më bo ushtore? Kur e ko në vogël, a? kur në ka e vogël e kom qynë telefon. Telefon edhe Po. tani t'ka pëlqy shumë edhe t'ka interesu shumë, apo? Po, E dona çfarë ndjesie t'jep ty si non kur e shet qiken tone me kaq shumë dashni për venin ton. Me folë sinqerisht, si e re edhe unë kom pas shumë dëshirë të jem një ndër ushtarët e Kosovës, po shkova në fakultet dhe tani mosha e kalojt veten, se unë gjithmonë e kom dashur uniformën.
Edhe s'ke mujt me realizu për veti, Jo. edhe tash t'ke dosh, dhe me thonë Jo, qika. nuk e ko më imponu, vishë shoh dëshirën e saj të vazhdueshme për kontribimin e vendit. Edhe pa tjetër, që të bën shumë krenore, këse pas ka... Unë sinqerisht emocionuar kur e shoh këto, me kaq shumë dashuri për vendin, me duket se jam unë e vogël. Po se është kaq e vogël, është veç 5 vjeçare, ka kaq shumë dashni për simbolet kombëtare. Kjo do me thonë nuk do kukulla për ditëlindja. Jo, nuk i interesojnë ato. Si interesojnë as Jo, kukullat. absolut. Kjo kam qef senet për të mëdhaj, për të rritën, si thashë edhe më herët. Po. I pëlqejnë senet e të rriturve, shoqënia me të rritur. Kudo që sheh ushtar në rrugë, i përshëndet me dorë. Ka qef me u afru, me u bë foto me ta. Edhe i respekton. Edhe i do me respekton thonë. jashtë masë. E do me thonë qa me të bile ty për ditëlindja, kur e ki ditëlindja, qa ki qef me të bile? Kam qef me më mbli atë kombëtare, Veshje kombëtare ki qefa, me pos koleksione. kukëll, Edhe kukëll. po, Po gjithçka që ka lidhje me Kosovë dhe me Shqipënia. po në Shqipni kështë ta pedin me fatu. Me foton e me Shqipunje. Qështë Po. ka fut Shqipërunia. Hajtë bëna na Shqipunjen që to? Qe. Sa e mirë më i ti o bukurushe. Mu po më vjen shumë mirë se është kaq e vogël, edhe është shumë geniale. Edhe në shkollë, do me thonë është parafillur, po e keni po atë farë dashninë e sojna Ja. për shkollën, interesin për shkollë, po masanena edhe pa i lononash edhe vallëzimin që e ka si talent, edhe që ka qef më boshtare, po edhe a ka naj sen tjetër që e ke po të Asja. Qa ka talent këtë tjetër? Këtë i përcjell këngë patriotike zakonisht, i munduhet me i këndu të gjitha, me jam mësu tekstet edhe me i përcjell Po. këngëtarët me motive patriotike. Edhe do me thonë i pëlqen edhe ka talent edhe me kënu, po do Vallai në tash në talentin mundet me zhvillu. me zhvillu normal. nështë edhe në për studio, në për sene, po kështu interesi është shumë i madh për me këndu. Do me Që është në qatë po, mënyrë që është din, aja përcjell këngën. qysh din do me thonë për cilë kongën, a kime na kënu na i sen Asja? Po, Kime na kënu, a? Hajde kënëna, pro diçka. Apo del që to? Hajde. mora fjall, mora fjallë, mora vërkën, mora gjarkën, me funong. Shu kongën në gjendorin, ti kendojnë, ti kendojnë edhe mjasharit, ti kendojnë. Basa vjet, ndë vazin keme zënkër, sa vjet, da sa vjet, ndë nica, da sa vjet, da sa vjet, povica, da sa vjet. Adem, qo adem, se molin i biljat, qo adem, e unë u letën da filjat, qo adem, kënë da filjat, qo adem. Sova adem. Mora fjallë, me gjoko, mora varkë, më kongën. Bravo, Asja! E dona, do me thonë, na emocionoj shumë, se po më vjen te për mirë, ka që e vogël, Asja,
Edhe me ka shumë interes për Kosovën, për Adem Jasharin, për venin, për çështjet patriotike, për profesionin e ushtarës. Po. Çka ki për me na thonë për fund? Asjen pas disa vitesh e shoh si një vajzë të talentume, shpresojnë së pari në mësime, pastaj kontributi për vendin dhe dashuria që ka filluar që si fëmijë. Edhe uroj gjithë fëmijëve tjerë që të mësojnë sa më shumë, ta dojnë vendin, ta dojnë atë dheun, ta dojnë. Mos ta harrojnë luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po, për shkak se është shumë e Po, rëndësishme. edhe mos më harru, domethënë prezat e rita përsëritin gjithmonë. Edhe ti si non normal je kujdeset dhe po më vjen shumë mirë edhe që ja ke mbjella dashnin për atë edhe për vendin as s'ka që vogël. Asja, qysh ke kalu sot me neve? Këshire do dhe? Qysh ke kalu Asja sot me neve? A ke kalu mirë, a ke kalu keq? Mirë. Mirë. A ki diçka mi thonë shoqeve tua? Mëseni shumë, Okej. dash në Kosovën e Adem Jasharin. O, bukurushe, me dosh Kosovën edhe Adem Jasharin edhe me mësu shumë. Po dhe? Bravo, ta o zemre. Mojti ka që vogël, ka që e menqër. Na ju përshëndesim shumë me Asjen edhe Edonën, edhe merë shumë mirë që ka hala njerë sikur Edona që e mbjellin atë dashnin për venin e fëmijëve ka që vogël, po të njëjtën ku Asja, shumë e vogël, është veç 5 vjeçare, edhe po ju thëmë që kam i mri mojat e sukseseve, se është shumë e talentume dhe shumë e mirë. Apo? Po. Aja bojna papa kamerës? Papa? Papa? Papa. Edhe një shipunje bashk. Ama dojmë.